Pa u sfidu, nuk mundesh me u zhvillu. Me mësu, me qenë konsistent, me qenë në trend, në hap me kohën e me zhvillimit që ndodhin në botë, me u angazhu edhe me qenë gatshëm gjithmonë me pranu me sfidu. Diana, mendon që po mbështeten mjaftueshëm idetë e reja dhe startupet? Jo, unë përmana edhe më herët, është shumë problem, për shembull, ka skema, nuk është që s'ka se ekzistojnë fare. Ka skema të ndryshme, për shembull, për një mbështet startupet edhe bizneset qysh në fillim, edhe thash që bizneset në Kosovë janë këgja dinamike, kanë kështu ide këgja të interesante për zhvillim biznesit edhe kreative. Mirë po që thash më herët, problemi kryesor është që na se kemi një farë tregu të konstruktu mirë financiar në aspektin që s'kemi fond investiv. Thash, për shembull, qa po mbështetet institucionet financiare, bankat kanë fillu me dhënë programe për shembull për start-upe, kjo është diçka e re. Fondi kreditor garantues i Kosovës bashkë me institucionet financiare e me riskun e kredizëm, më thonë pak e financojnë, nuk e financojnë me pare, kështu në aspektin me mjetën, mirë po pak e marrin riskën, e ndojnë riskun bashkë me institucionet financiare, edhe ka grante. Mirë po për shembull, nuk ka grantit mjaftueshme për rinin. Për çfarë arsye neve na duhet me bo shteti dhe kompanitë dhe krejt sektori duhet me bo një farë fond investiv, ku mlidhen të gjithë dhe japin mundësi të rive edhe bizneseve të reja për me u me rrit kapitalin. Për shembull, në Kosovë s'kena si kompani që beson idenë tonde, që është venture capital ose angel investors që përmena me herët, nuk kena si fondi që beson idenë tonde vjen, investon edhe me rëndësinë. Pra nuk ekziston kjo në Kosovë ende, po ndoshta edhe mekanizmat qeveria, institucionet qeveritare, bashkë me institucionet private, me biznese, duhet me mendu në të ardhmen me kriju mekanizma e strategji që e fuqizon këtë, se bizneset nuk mujnë me urrit, startupet kur s'mujnë me bot mesme ose të mdhaja, nëse nuk e kanë një farë incentive financiare. Pra, ata duhet me ndryshu strategjia qysh na i qasem me financa, pra, qysh jepen mundësit për bizneset, qoftë me urrit në tregun aktual, qoftë tregjet e reja. Pra, duhet investimi në biznese me u mendu, jo vetëm mendësia grante, sepse granti çka aplikon për grant, e shfrytëzon për një kohë, shpeshherë kanë bashkëfinancim, kanë raportime të tjera që kanë jetën të lodhshme, të mërzitshme për bizneset, jo vetëm me shku në aspektin e granteve, po me dhënë mundësi drejtore tjera, mundësish investime, kapitale, ku bizneset e vogla edhe start-upet mujnë pastaj me rritë më zhvillu, me bo vizavi me konkurrentët e vetë e jashtë tregut Kosovës. Se jo edhe na me konkuru si biznese, me qenë konkurushme në tregjet tjera tuaja. Jemi drejt minutave të fundit të kësaj interviste, krejt për fund, cilat do të ishte një këshill nga jo, që me kriju një kulturë të re të inovacionit dhe një mesazh pse jo për gjithë ata të rinj që të motivohen të fillojnë një biznes të ri edhe për bizneset të se kene. Të ri që thash më herët, du të me qenë gjithmonë gatshëm me mësu, me qenë konsistent, me qenë në trend, në hap me kohën e me zhvillimit që ndodhin në botë, edhe me qenë algjel, me u angazhu edhe me qenë gatshëm gjithmonë me pranu me sfidu. Pa u sfidu, nuk mundesh me u zhvillu.